arsimi që e falimentuan më shumë se sa të kishte qenë luftë Shqipëria, që e quan vendin e fundit botës. Do t'japin llogari për bujqësinë që e nisën me akademi të barinjve dhe krijuan Akademinë e Hajdutëve. Ata do t'japin llogari për pensionistët që u tallën i fyen dhe i poshtruan për 12 vite. Duke i lënë në kofere dhe në mjerim, duke i lënë pensionistët në mëshirë të fatit. I kanë dhënë disa herë llogarit në përzgjedhje dhe qytetarët i kanë votuar në 2017. Ata duhet t'japin llogari për të rinjt që po largohen nga sytë këmbët më shumë se sa në vendet ku ka luftë. Por Edi Rama nuk përballet dot me realitetin dhe me të vërtetat. Shqiptarët kanë zgjedhur. Shqiptarët tashmë kanë bërë zgjedhjen e tyre. Shikojni ju. Çfarë zgjedhje? Jo a them unë, e pat ju hapjen e fushatës Partisë Demokratike dhe të Gjirizit? Hapja e fushatës e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore ishte popull, qytetar të lirë, energji, shpresë, besim, fitore, e gjitha. Gjirizi ishte njëshin kështu ka që në kishit plot sheshin në Tereza. E pat Gjirizi kundërbonte aty dhe gjithë mit rreth kryemiut në Gjiriz duke kënduar. Pra, është absolutisht gjë e dukshme. E ardhmja, shpresa dhe e shkuara dhe kutërbimi i drogës, i krimit dhe i Gjirizit. Është tërësisht e qartë se ku po shkohet. Shqiptarët zgjedhin alternativën. Çfarë ka alternativa juaj ndryshe nga viti 2021? Jo, them, shqiptarët zgjedhin Sali Berishën. Pse zgjedhin Sali Berishën? Sali Berisha është burri i fjalës së mbajtur. Sali Berisha është lider. Sali Berisha është burr shteti. Ndryshe nga kreu i Gjirizit që është burrec pushteti. Shikojni ju. A mund të thonë ata çfarë arritjesh ka Gjirizi përveç se e ka zhyt rilindje në Gjiriz ku drog, krim, hajdutëri, 5D, incinerator, çfarë zgjen aty? Tendera pafundëm. Po Zdenoga pa alternativa Zoti Berisha ka qenë edhe në 2013. Të lutem, jo s'ka qenë, jo të lutem ta morë. Dhe kjo është e gjitha. Ndërsa keni dëgjuar ju, deli u flet shqiptarëve dhe thua si fjalë për shqiptarët? Pse fushat është kjo? Si e mendoni ju? A shifni pse vërshojnë shqiptarët si lav vulkani pas Sali Berishës? Sepse është e vetmja shpresë për të shpëtuar Shqipërinë dhe këtë shoqëri. Është e vetmja shpresë. Nuk shpreso kush mund të Gjirizi, e pan. Janë edhe partitë e reja, zoti Noka, janë edhe forcat e tjera, nuk është. E pan të gjithë. Çfarë nuk bëri për 12 vjet Gjirizi, s'bën dot më. Vetëm mund ta thellojë Gjirizin dhe kutërbimin. Asgjë s'bën dot. Çfarë bëri për pensionistët, çfarë bëri të rinjt, çfarë bëri studentët, çfarë bëri për pedagogët? Mendoni se ju favorizon zoti Noka këtë fushatë? Ne na favorizojnë dy elementë. Cilat? E para, morali. Dhe kjo shoqëri e ndjek moralin. Pavarësisht se Gjirizi investonte te universiteti. Çfarë Sali Berisha ka moral kur i del shqiptar e para? Sepse futi Shqipërinë në NATO. Pra ka bërë vepra madhështore si burr shteti. Liberalizoi vizat, vepër madhështore si burr shteti. Solli tapin, vepër madhështore. Bashkoi Shqipërinë me Kosovën fizikisht, me autostradë dhe kombit. Po, por nuk është votë zoti Noka për... Aty ja them unë, u po flas për burrat e shtetit. Ka bërë më parë, por çfarë do bëj? Po ja them unë, dhe sot është i besueshëm Sali Berisha. Dyfishoi me gjysmën e buxhetit që ka sot rilindja, dyfishoi rrogat, dyfishoi pensionet, dyfishoi subvencionet, ndërtoi mbi 1000 shkolla, laborator informatike në shkolla, ndërtoi qendra ujësjellsa. Ku e ka ujin, më fal. Jemi 2025, ka ndryshuar situata. Dakor, jo, s'ka ndryshuar, po ta them unë. Më thuaj çfarë ka, më thuaj një vepër. Më thuaj një arritje të Gjirizit në 12 vite. Me çfarë do mburret përpara shqiptarëve Gjirizi në këto 12 vite? Vetëm këtë më thoni ju. Unë po ju numëroj një sër arritjesh të qeverisë Sali Berishës. Le të thonë një, atëherë shqiptarët besojnë që ky burr është burr shteti. Kreu Gjirizit është burrec pushteti. Dhe pranaj shqiptarët ndjekin Sali Berishën. Pse? Sepse ai është burr që mba fjalën. Është lider dhe nuk, dhe nuk është nga ata që kapet me kthetra. Mjafton vetëm kjo Zdenoka?
Shqiptarët duan ëndrrën e tyre. Ëndra e tyre nuk është një karton, se pasaporta që ju ofron Edi Rama, në njërën anë ka shpopullimin në një faqe. Në faqen tjetër,